me dialogun Kosovë-Serbi sipas juve? Dialogun Kosovë-Serbi, po, a do të vazhdoja, çka do duhet? Që në vitin 2025 që erdhi administrata Trump ka ndryshuar historia e botës, pasi ka filluar një rend i ri të ndërtohet, i cili është shumë i rrezikshëm. Kosova i ka bërë një dëm të jashtëzakonshëm vetes në këto 6 vjet, më falë, këto 2 vjet kur bota është në tsunam, varka jon ka nevojë që të drejtohet mirë. Ai ka krijuar një krizë permanente, absurde në Kosovë, dhe mbi të gjitha ka vrarë personazhe, kuptimi politik të fjalës, ka vrarë personazhe që ishin shumë të shëndetshëm për, si thosh, një lloj koordinimi të kësaj varke, Vjosa Osmanin. Unë s'e kam dashur Vjosa Osmanin. E kam akuzuar gjithmonë Vjosa Osmanin. Por Vjosa Osmani duhet ishte presidentja e Kosovës, s'duhet kishte krizë Kosova, sepse ishte i vetmi person i preferuar nga administrata. Dhe arsyeja pse Albin Kurti ka 22 vjet që bën të njëjtën gjë me Amerikën dhe rastin e Vjosës e bëri që Kosova të mos ketë një busull orientuese. Vjosa ishte një busull komunikimi ndërkombëtar në një tsunam botëror ku ka rëndësi shumë si lëviz varkën, se mund të mbytesh. Dhe në rastin konkret, mund ta them me plot gojën, Kosova është në një hall të madh, sepse ky tsunami i madh e ka lënë anijen e Kosovës patimonier. Jemi në rrëmuj totale. Albini nuk është një përfaqësues i cili mund ta mbajë një timon në kohë krize një vjeçare, që e ka krijuar ai, e mban ai këtë krizë, sepse kjo i duhet Serbisë, kjo i duhet armiqve të Kosovës, një krizë permanente që të jetë e paaft për të qenë në lojë. Kosova është jashtë loje sepse s'ka një qeverisje të njohur në nivelin e asaj që quhet lëvizje e çastit. Shqyr që ka interesa të mëdha që luan, siç është rasti i interesave ushtarake, që e mban Kosovën në kontroll, shqyr që ka një ndihmë ushtarake, në një kohë që Serbia është e gatshme për luftë. Po punon për luftë. A do bëj luftë? A Serbia vetë nuk e di. Aty do e di koha se do lëvizi. Askush nuk e njeh të ardhmen e sotme. Po zgjedhje si parasha në Kosovë? Si fatkeqësi e madhe kombëtare në Kosovë. Unë do të kujtoja për zgjedhjet e tanishme në Kosovë, një histori që ka ndodhur në Kosovë në 1111-ën, kur serbët sponsorizuan ardhin e sultanit në Prizren, e sollën me tren. Në atë kohë se nuk e din shqiptarët e Kosovës që ka pas linjë kurudhore në atë kohë, në Kosovë, Stamboll. Nuk e din, po ja kujtoj unë që edhe unë se kam pas ditë dhe kam mësu, dhe zbriti sultani, dhe kur zbriti sultani 100.000 shqiptar, përballë gjithë fotografëve ndërkombëtar, dhe midis kamerave, unë kam parë të filmuar këtë skenë midis kamerave të kohës, mendoj 111 me kamera, i kishin sjellë gjithë këta që të shifshin që në Prizren u ul popull, 100.000 njerëz u ulën tokë dhe u falen turqisht ke padishah. Në atë moment thanë, kufir do të jetë Prizreni, nuk do të jetë më ai që kishin menduar ata, që do ishte gjithë Kosova pjesë bashkë me Shqipërinë. Ky ishte një mallkim që i bën vetes, kur sapo i kishin varur me mira shqiptar të Kosovës kryendritje kundër perandorisë osmane, dhe ky mallkim do ta ndjekë Kosovën dhe në rastin e këtyre zgjedhjeve, ku ata do zgjedhin Albin Kurtin, do ja bëjnë vetes, por këtë do ta kuptojmë mas 10 vjetësh, kur të fillojë shpopullimi, të duket si në Shqipëri. E kam një musafir mbrapa skenës që është i shështori i Shtërisë Ligjore të Kosovës që nuk mendon siguri, a më lejon me ftuesonte? Më fal, unë mund të them vetëm një gjë si hyrje për pozicionin tim. Unë besoj shumë ke liria e shprehjes, po mendoj që liria e shprehjes është një fjalë rreme. Unë besoj ke liria e dëgjimit, jo e shprehjes. Për shembull, çdo thot, unë besoj që të gjithë ne kemi drejt të dëgjojmë gjitha alternativat. Unë do të dëgjoj dhe Hitlerin çfarë thot. Absolutisht. Por ama nuk ka të drejtë fjalë Hitleri, po ka mund drejt dëgjimi për të. Pra, Hitlerit nuk është se do të jepet liria e fjalës. Do të jepet vetëm mundësia që Altini dhe shokët e Altinit dhe kushdo tjetër të marrë ofertat. Të dëgjojmë ç'thot. Pra unë jam pro në mënyrë absolute çdo kujt që të ketë drejtën e fjalës dhe do luftoj fort për të drejtën e tij, kushdo që të jetë. Pse? Se ne na duhet të kemi ne drejtën e zgjedhjes se çfarë mendojmë dhe jo të na mësojnë të tjerët siç bëjnë televizionet që na tregojnë çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar. Prandaj vi unë këtu ke ty gjithë qef e do të gjitje për Altinit. A i ftojmë, edhe ajo është kogjë i guximshëm, po është pru kryeministrit Kurti. Me neve sonte shumë shokë të mi, miq të mi me Albin Kurti. Po, snajperisti koshorët Musa Smoli e ftojmë me dartëgritje të nokë. Hajde mus. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Faleminderit shumë që erdhe. Përshëndetje dashur. Respekte. Gjithashtu. Mus besoj dëgjova bisedën. Unë ndëgjova bisedën, edhe po him tim fill ndash. Pse? Po çfarë do kam qef. Okej. Për me hin tim ndëgjova mirë me vëmendje këtë burrën e Shqipërisë, jeni vllave im, po je vlla i djallëzuar. Unë jam shumë i ndershëm mbi këtë familje. Mirë, më vjen keq për te, po unë e them mendimin tim. E merr këtë cillës kam merr dhe tuam çe. Njo. Çka është kjo? Kjo është ky komandant Badri Manxholli. Pe prezantoj desht aktivisht pak më du. Kjo gazet është që e kum lënë familjen në Amerikë, gruan me 2 vajza, shkruan gazeta e Amerikës, Dallas Morning News.
Etnik Albanian që gjilonë gëunë e fëmijë, ku më shqit pasurin gjashka, për atë dhej. Për që ta dhenë si për folë kë. Këtu është restorani, e jam që e ku më shqit që ku jam këtu, pa e morë koshëm. Këtu jem snajperisti maj mirë në Kosovë. Kusht ka shef 2 vjetë ku më shtru në shtëria Amerikane. Po, e vërtet, sun ta Jam i ardhën po. Kjo është luftëtari i Kosharës. Respekte. Faleminderit. Ky është biznesi